PD kërkon qeveri teknike, që ka kohë që ka shpallur të gjë, por dhe Sali Berisha thotë që kjo arrihet me protesta. Pa a ka fuqinë Partia Demokratike të imponojnë Edi Ramës qeveri teknike? Ajo që tha Lapaj, që në qoftë se ne rrim aty, rrethojmë kryeministrin, nuk lëvizim për një javë, bie qeveria, mendoj që mund ishte një mënyrë imponuese. E tha precis, një prani e madhe njerëzish, 50.000, 100.000, dhe aq më tepër po të ishte permanente përballë kryeministrisë, sigurisht që do krijonte një tension shumë të madh që mund të çonte deri në rrezimin e qeverisë. Nuk besoj se ka qeveri që reziston një turme shumë të madhe, aq më tepër një destabilizimi në rang kombëtar pastaj nëse marrin pjesë qytetarë nga gjithë vendi, nga gjithë Shqipëria. Në qoftë se do ketë vetëm protesta, manifestime të tilla si këto që ka bërë tani opozita, sigurisht që nuk ka pse arsye që ne të shikojmë rrezimin e qeverisë aty. Dhe mungesa pjesëmarrjes në protestat e opozitës është pikërisht për këtë arsye, sepse deri tani kanë parë manifestime. Nuk kanë parë që ka një rezultat dhe mund të ketë një plan konkret se si do rrezohet qeveria. Një rezistencë konkrete se si mund të rrezohet qeveria. Prandaj ajo që bën Lapaj aty është gjëja që duhet ta bënte PD-ja në fakt, që ka fuqi më të madhe se sa një parti e re. Po, dhe pastaj shprehje. Momenti më i fundit që ne mbajmë mend ndikimin e faktorit ndërkombëtar mbi demokracinë shqiptare ka qenë çadra e famshme e Lulzim Bashës dhe pastaj negociatat për një qeveri teknike 6 mujore përpara zgjedhjeve. Që nga një moment e më këtej, gjithmonë faktori ndërkombëtar ose ka heshtur ose ka qenë në suport të qeverisë dhe të kryeministit Rama. Në këtë pikpamje, në protestën e 8, të themi të sotshme, foltoren e sotshme të PD-s apo në atë që bën Lapaj për një muaj, duket që zhgënjimi i njerëzve nga mungesa e rezultatit të protestave është i dukshëm. Dhe për këtë arsye, këto lloj protestat mund të vazhdojnë një herë në javë, ndoshta mund të shpeshtohen, por përsëri numri i njerëzve nuk është tregues real i pakënaqësisë së popullsisë, pra edhe të votuesve të PS-s, edhe njerëzve të distancuar nga partitë, edhe të militantëve të partive opozitare. Vetëm një ndikim nga jashtë, nga faktori ndërkombëtar, mund të galvanizojë daljen e protestuesve përpara kryeministrisë, pra rritjen e numrit atyre që ne themi duhet jenë me mira në shesh për të protestuar. Në këtë gjendje duket pak e vështirë që protestat e vazhdueshme përpara kryeministrisë të ndikojnë në një vendim të kryeministrit Rama apo të qeverisë socialiste për të bërë një ndryshim. Në këtë format mund të vazhdojnë pafund dhe nuk do kenë një ndryrje nga jashtëm, shiko. Qofse ne do shikojmë që këta nuk janë komod, më fal preç. Nuk rrin komod drejtuesit, ata që duan ta udhëheqin protestën. Nuk shkojnë në shtëpi, të flejnë gjumë aty të marrin makinë të parët. Po, Anton, por qofse ata rinë aty, si shërë Lapaj aty, njerëzit do fillojnë të shtohen. Përmendi preshi atë në 91-shin, filloi protesta studentore rreth grevës së urisë. Pastaj rikonin studentët. Rreth grevës së urisë u bashkuan 100.000 veta që udhëzuan bus. Komplet kohë tjetër. Pastaj rreth grevës së minatorëve të Valiasit u bashkuan 100.000 tjerë që udhëzuan qeveria. Ishte kontekst tjetër, por në rast se pra kishte një sakrificë që po bashkohen njerëzit. Në rast se po nuk sakrifikohej asnjëri, nuk bashkohen njerëzit. Po në rast se në protestat e mëparshme ka pasur masivitet në opozitë dhe e gjitha bazoi në raportin që kishte opozita me njerëzit, në denoncimet që bënte opozita për skandalet qeverisë, por prap ngelte në gojën e opozitës, në këto raste ne nuk kemi më vetëm opozitën që denoncon apo median që denoncon skandale. Ne kemi dhe spakun që tregon tash me fakte se çfarë ka bërë kjo qeveri. Dhe ky duhet ishte një arsye më tepër për të dalë njerëzit. Njerëzit ndihen akoma të zhgënjur, të pamundur, pa shpresë që mund të ketë një ndryshim. Prandaj them vendosmërinë të liderëve. Prandaj po them që ndoshta vetëm një ndikim nga jashtë nga faktor ndërkombëtar amerikan apo europian mund të ndikojë në masivitetin e njerëzve në protestë. Ta vazhdoj aty, thotë Andi, unë thash edhe pak më përpara që situata në Shqipëri është e tillë, domethënë që për shkak të thash edhe një herë të ndërvarësive që ka krijuar Shqipëria demokratike me partnerët europian dhe amerikan, dhe një zgjidhje nëse vjen për zgjidhje vjen nga ata. Nuk ka sot situatë këtu, unë mendoj që shqiptarët janë shumë të zgjuar, e kam si tezë që asnjëherë zgabojnë as në votim.
kanë intuicion. Talë sho. Janë të zgjuar, po, shqiptarët. Shqiptarët janë mesatarën e tyre, mesatarën, është edhe shkencore kjo, vetëm shqiptarët dhe tjerët. Mesatarën e gjykimit janë normal. Nuk është e vërtetë se shqiptarët kanë frikë, është mashtrim, është gënjeshtër. Nuk kanë nevojë për shumë thirrje, kur e din vetë se duhet, kur e din vetë pse, kur e din vetë se ku, s'ka nevojë për thirrje. Nuk është e vërtetë se nuk e din çfarë po ndodh. Shumica, edhe me sondazhe, ka një shumicë që është kundër qeverisë Ramës, por ka një problem në Shqipëri, që është problem shumë i madh. Për atë shqetësimin e madh që kanë shqiptarët sot për korrupsionin dhe për krimin, atë po merret drejtësia. Drejtësia nuk po bën dallim, dhe s'ka për të bërë dallim. Dhe këtu tani opozita ka i probleme, që opozita e ka barutin e lagur, i themini, për shumë arsye që i kemi thënë 100 herë dhe s'kam qef mi përsërit. Mos mendoje kush, do të thënë që me qenë se po dalim e po themi parulla, edhe e tjerë njerëzit po vërshojnë. Ata njerëzit e duan shikojnë se kush, pse, qysh, kush është alternativa. E thash dhe mirë. Kartën morale të të qytet. Pa tjetër, dhe këtu pastaj e tha dhe Hila, e tha me drejtë dhe janë vetëdijshëm, të Partisë Demokratike janë vetëdijshëm për atë që fuqinë që kanë tani, edhe për kontekstin në cilin zhvillohet kjo betejë, dhe synimi i tyre është që të mbajnë, si me thënë, karikuar një numër mbështetësis. Aqë sa tjenë mundësisht të rritë në mbështetës. Dhe një pyetje kam. Mas qaro këtë zgjuarsin, po themi, të njerëzve. Okej, nuk shkojnë të protesta e PD-s, nuk shkojnë të Lapaj, nuk shkojnë të Sheja, okej. Në Vlorë i lanë 5 ditë pa ujë. Pse dolën vetëm 30 veta para bashkismë dhe nuk doli gjithë Vlora atje të protestonte? Më thu dhe shemë, unë duke thënë gjaret më dha, nuk janë duke hynë dhe unë... Kjo është direkte për njerëzve, nësë është më pjesë ujë, 5 ditë pa ujë. 92, 96, 97, 2001, 2004, kam qenë dhe vetë këto 2004, kishte masivitet, sepse kishte një arsye, kishte një kaos, kishte një shpresë, kishte një perspektivë. Njerëzit nuk kanë kohë për të humbur. Po janë protesta politike që po thua. Po them, kjo është direkt e njerëzve, në reagim direkt qytetar. Se nuk dilin në Vlorë, protestonin për rimin kafineve. Ka, sepse reagimi qytetar gjithmonë ka nevojë për një organizim. Për shembull, vetëm te armët kimike ka pas spontanitet dhe tek një lëvizje studentore para 2 vjeç. Herë tjera ka nevojë se ne s'kemi sindikata, po rolin e sindikatave në një farë mënyrë kanë marrë partitë politike. Por partitë politike janë këto që thash pak më përpara, nuk mund të... Se shiko që ndodhë këtu, për shumë. Rama... Do të që ata protestës armëve kimike kanë ikur gjithë jashtë. Rama, për mendimin tim, i ka shgënjur partnerët